Mirader, faleminderit që ju përgjigjet ftesës, natyrisht që vendi ndodhet në goxha zhvillime politike, të rëndësishme, dhe ndoshta ju prisni që unë flas për këto çështje të rëndësishme, por unë do të flas për një çështje akoma më të rëndësishme se gjithë zhvillimet politike që ndodhin në vend. Fjalën e kam për zhvillimet e kohëve të fundit që ndodhin në Nerov të Krushevës, dhe ku sot, në momentin që flasim, nxënësit e kësaj shkolle bojkotojnë mësimin. Bojkotojnë mësimin sepse janë lënë ndër vite e me dekada në kushte mizere, sa i përket procesit të zhvillimit të procesit edukativo arsimor, dhe me kërkesë dhe me vendim të qeverive paraprake që atyre të ndërtohet një objekt shkollor, dhe sot e kësaj dite ai objekt shkollor nuk është realizuar. E mira e gjithë situatës është që fshati Nerov, ajo shkollë ka gjithsej 150 nxënës, që rrallë sheh në ndonjë vendbanim tjetër, tani më që emigrimi i popullatës është më se evident. Prandaj jam këtu sot edhe si deputet zone, bashkë me deputetet e tjerë, për të alarmuar këtë situatë, për t'i bë apel publik Ministrisë së Punëve të Brendshme që të ndaloj me policinë e vet të shkojë dhe të bëj presion në Nerov tek fshatarët e këtij fshati, por sepse kanë me çka merren në qoftë se është fjala për objektet ilegale. Ka plot objekte ilegale ndërtesa, të cilët po mbijnë në mes të Shkupit, dhe kërkush nuk shkon që të bëj hetime dhe të rrinë vazhdimisht që të jetojnë se kush është investitori, kush bën ndërtimin, e tjerë e tjerë. Kështu që kanë me çfarë merren në këtë drejtim, ndërsa në këndvështrimin tim, edhe pse goxha jam marrë me këtë problematikë edhe kur kam qenë kryetar komune, objekt pa leje për mua nuk është një shkollë. Shkolla është interes publik. Shkolla është interes i gjithë qytetarëve. Shkolla është vendi në të cilën ndërtohet jetë dhe ardhmëri. Objekte pa leje dhe të paligjshme janë ato të cilët uzurpojnë prana publike, ato të cilët uzurpojnë rrugë, ato të cilët vështirësojnë përditshmërinë e qytetarëve, ato të cilët krijojnë të fortit brenda komunave dhe qyteteve, dhe të cilët pastaj bashkjetojnë në forme me institucionet e shtetit, dhe me këta, kjo është forma se si bëhet kapja e shtetit. U shfrytëzoj rastin të bëj apel Ministrisë së Arsimit, kryetarit të komunës së Krushevës, që urgjentisht të marrin gjithë masat dhe sa më shpejt të rregullohet dokumentacioni i kësaj shkollës dhe jo të ndalohen punimet në këtë shkollë, por përkundrazi të vazhdojnë investimin e mëtutjeshëm në buxhetin e shtetit në mënyrë që kjo shkollë të përfundojë dhe këto nxënës të kenë kushte normale për mësim. Kam vizituar shkollën aktuale, e cila nuk plotson asnjë kusht për të zhvilluar procesi edukativ arsimor. Shfrytëzoj rastin që t'i bëj thirrje qeverisë, që kërkesën që ka bë kryetari i komunës së Krushevës, bashkë me kryetarin e komunës së Dollnenit, për shkak se atje dhe çështja pronësore ka ngel e pa rregulluar, të sa më shpejt të miratoj vendimin me të cilin i tjetërsohet prana nga shkolla fillore 8 vjeçare në Zhitosh të transformohet në shkollën e të cilën tani është filial shkolla e Nerovës dhe me këtë të nisë procedura për dhënien e lejes dhe për vazhdimin e punimeve të kësaj shkolle. Dhe realisht, mendoj që kjo është një temë e cila duhet trajtuar, ato nxënës dhe ato qytetarë tanë atje kanë nevojë që të trajtohen, mos lihen në mëshirën e fatit. Prandaj edhe një herë, ndal presionit që u bëhet qytetarëve të Nerovës nëpërmjet
по лицбе прозболуват се кушащ инвеститор, се кан меѓуфар инвеститори што мерат да cilët bëjnë objekte pa leje, ndërsa investitor në shkollën e Nirovës janë fëmijët. Investitor në shkollën e Nirovës janë humanist, të cilët janë të gatshëm që të investojnë për arsimim, për shkollim dhe për rritje të gjeneratave të cilët do të jenë të arsimim. Faleminderit. Благодарам за присуството. Во тек на многу збиднувања во политичката сцена, многу важни. Јас сум тука денеска за да разговараме за една уште поважна тема, а тоа е образованието. Тоа е проблемот со кој се соочуваат учениците и граѓаните во село Нерово, општина Крушево. Бев сам присутен како пратеник да гледам со што се соочуваат и кој е проблемот. Школата во Нерово, добра вест е дека како ретко во некое село или во некоја општина во таа школа учат 150 деца ученици. 150 деца во само 2 паралелки и во старата школа се обидувале да ја прилагодат за да можат да се одвива процесот на образование. Без санитарни јазни, без вода и со голема можност за таму да се развијат и епидемии и така натаму, тоа што нема ниту вода, ниту санитарни јазни како што треба. Како последица на ова, после долгите барања на тие граѓани за да се гради школа, уште 2006 веќе е ветено и е влезено во програмата на владата за да се изгради школа во таа село. После 20 години ништо не е направено. И како последица биле принудени сами да почнат со хуманитарна акција за да изградат школа. Тука сум денеска да апелирам до министерот за внатрешни работи да прекине, да праќа полицајци за да открива кој бил инвеститор. Јасно треба да му биде дека инвеститор таму се деца. Инвеститори таму е иднина. Инвеститор таму е образованието. И ништо лошо не може да му се случи на државата кога инвеститори се деца, образование и иднина. Затоа, бидејќи ако сака да спроведе ред и мир во ова област, што е во ред, никако не сме против, има каде да пушти и да патролират 24 часа полициски сили, а тие ти се објекти кои се без дозвола, кои секој ден никнуваат по Скопје и по сите други градови, и тоа во самите центри на Скопје и на другите општини во целава држава. Ние сме за да се стави крај на ваквото дивење, ама никако ова да се искористи само за да се уплашат граѓани од селото Нерово, за да се уплашат деца и да се доведуваат во ситуација веќе втора недела тие да бойкотират едукативен процес. Сакам да апелирам исто така и до владата, до премиерот Мицковски. Уште од март месец е направено барање од страна на општина Крушево и општина Долдени за да се преиначува сопственоста на тоа земјиште кое е под основното училиште во Житоше и кое треба да се префрли на општина Крушево за да продолжи другата поставка. Според информациите кои ги имам, запазени се стандардите на тој објект во поглед на исполнување на
статиката која треба да го има објектот за да не се случуваат големи последици при евентуален земјотрес и така натаму. А затоа би сакал сега да апелирам Министерството за образование, владата и општина Крушево да преземат све што можат за да тој објект добива статус легален и во натамошниот тек на завршување на работите сите трошоци да ги презема Министерството за образование и општина Крушево. Благодарам. Прашање, питање. Ќе гласате за будење за преговор како Славевски, Најверојатно ние ќе гласаме против како Европски фронт. Сега најдоброто прашање би било да се постави до шефот на пратеничката група. Значи, мислиме дека господинот не ги исполнува и условите според информациите кои јас ги имам. Подобар одговор може да дава професорот Азири, бидејќи тој е во браншата економија, па тој може поточно да одговори на ова прашање. Благодарам. Се разбира, се работи за професор од економскиот факултет, личност од економската фела, но ние како политичка партија сметаме дека во државата има и други исклучителни личности кои се професионалци во монетарната политика. Професорот Славевски од својото CV се гледа дека не се занимавало со монетарната политика, има само еден труд од таа бранша, се занимавало претежно со макроекономија, со меѓународни финансии и така натаму, и целиот некој живот, значи, има сработене во друга бранша. Едно друго прашање кое што е исклучително важно за ова функција е независноста на Централната банка. Ние знаеме дека централните банки секаде во светот се меѓу најкредибилните институции и според закон и според устав тие институции треба да бидат независни за да се одбегне влијанието, можното влијание на владата, на политичките партии врз монетарната политика. Во овој случај ние го имаме спротивното. Значи сите знаеме дека професор Славевски 30 години наназад е политичка личност, партиска личност, имал министерски функции, пратенички функции, назначен од партија, еве сега е член, председател на Советот на град Скопје, назначен од политичката партија, и сметаме дека ова личност ја нарушува довербата врз институцијата Централна банка, која е најзначајна институција од економските институции, да ги наречеме во државата. Значи, ја води монетарната политика, ги контролира банките од вториот степен, комерцијалните банки и сите други финансиски институции кои се битни за развојот на државата, за економијата и за монетарната политика воопшто. Немаме примедби како професионална личност кон професорот Славевски, но сметаме дека не е во браншата. Години наназад гледаме какви луѓе, значи, и другите централни банки во околината и во Централната банка во Франкфурт, исклучиво монетаристи се назначуваат во такви функции. Овие се главните причини. Благодарам. За договорот со Велика Британија, вие се можели постапите. Кои се вашите задежи? Искрено, ние денеска го земавме предлог законот. Имаше комисијата за надворешни работи денеска седница. Не успеавме во детали да го анализираме. Ние и како партија, јас како економист и како Европски фронт, во неколку наврати порано сме истакнале дека ние не сме против задолжувањето, односно против долгот како инструмент, како економски и финансиски инструмент за поттикнување на развојот на државата. За нас најбитни се условите со кои се задолжуваме и уште побитно е каде се пренасочуваат тие средства. Односно, да ги видиме по можност однапред да ги мериме со економски инструменти ефектите кои се очекуваат да произлегуваат од тоа задолжување.
Сега за сега ги немаме тие информации. Ние како Европски фронт ќе го анализираме предлогот, сите детали што се внатре и се разбира дека можеби и во тек на денот ќе завземеме став и јавноста ќе биде информирана. Благодарам. Ајде, Веќе смо паралелно дебите кои се водечи само време, а шигни ветен бачите за да наравали Ке тема мо пак е рънцишна. Për mua. Jo, si dhe që tjetër jam deklaruar në lidhje me këtë çështje. Ju duhet njerë të pyetni të zotit Aravari me në shef vetëm pjesë të frontit evropian në mënyrë që mund t'ju përgjigjem që a mund vijej dhe të bëhet pjesë e frontit evropian. Apo? Tani, atë që thot ai edhe njerë, po e ripërsëris, është tepër kontradiktor dhe dini si, zoti Taravari ka simbolike në njeriu i cili ka shkatruar për sa kohë që ka vepruar në skenën politike. Unë kam simbolike në njeriu që kam ndërtuar prej momentit kur kam kriju një subjekt politik. Dhe këto lëvizjet e tij natyrisht që duhen parë me kujdes nga ana e frontit evropian, sepse politika ka qëndrim. Qëndrimi duhet bërë publik dhe të shprehet. Nuk e di, për mua nuk është qëndrim, në qoftë se hymë atë që na pret në garën e radhës të zgjedhjeve lokale, nuk mund të jetë qëndrim që unë do të bashkëpunoj me gjithë. Ose me fjalë tjera, unë do të marr nga gjithë. Dhe çka jep në kthim, asgjë hiç. Kështu që me një fjalë, prandaj them, pyetemi atë, a është njëri gatshëm që bëhet pjesë e frontit evropian, që pastaj të marrë përgjigjen dhe të vendosë fronti evropian a e pranon apo jo. Do të thotë të më mund të ndërtojë unifikatën ai thonë që ka shumë të bashkuar me gjithë dhe pret se të muzeu të parë është pushtetit me gjithë. Nëse eventualisht do të ketë pushtetit të Bërërisë, pjesë e frontit evropian, nëse dhe ka shumë nga në të komunale. Alianca për shqiptarët e që përfaqësohet ka mbështetje të lokale. Jo, hipotetikisht nuk parapëlqej që të përgjigjem. Unë prandaj e thash. Unë prandaj e thash që ai duhet deklaroj në fillimisht për çka është, në mënyrë që unë ta kem konkrete përgjigjen dhe mendimin që duhet ta jap. Sepse deklaratat të tipit që do bashkëpunoj me të gjithë që të votojnë mua, janë jo serioze. Sepse kjo e di si i bie. Të dalëm këtu dhe them, unë Zjadin Sela, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, do dalë dhe do i fitoj zgjedhjet prej Strumicë deri në Strukë deri në Likov. Sepse në Çajir, kandidati im i Aleancës, do marrë përkrahjen e Ali Ahmetit, Izet Mexhitit, kujdi une Arben Taravarit, e gjithë kandidatëve tjerë, në Gostivar njësoj do fitojmë se dhe me përkrahje Ali Ahmeti, Izet Mexhiti, Bilal Kasami, Afrim Gashi, Arben Taravari, e kujdi unë në Strumicë dhe me përkrahje Mickovski, gjithë partit politike, dhe gjoni, mos lejoni që politikanët të nënqeshën dhe të talën me inteligjencën e qytetarët. Këtë po bënë e zotëria. Dhe ju e keni obligim si përqus të opinioneve publike që të paktën t'i theni zotëri, t'ja shakaxhi duket vetja, apo po merresh me çështje serioze. Kështu që, unë fare si marrë në konsiderat, kam deklaruar një herë dhe kam thënë që unë se ndjek dot të Arben Taravarin tek gënjeshtrat e tij. Ai vazhdon tjetë në këtë gënjeshtrën që e zaventson, në momentin që do t'i ketë përfunduar atë gënjeshtrat dhe do ketë një qëndrim, atëherë do të parapëlqejë që të komentoj. Znaczy, ono prašenje Stokona isto. Dobro. Ne bi sad kada odgovaram na hipotetički prašanje, bideći prašanja da je hipotetički. Što ako se sluči ova i taka nata? I beše prašanje dodali bi prihvatil jaz, gospodine Taravari, da se pripoji kon Evropski front.
Мојот одговор беше дека треба најпрвин тој да дава став, дали е спремен да се припои на Европскиот фронт, па после јас ќе давам одговор на тоа прашање. Тоа беше. Ако имате прашање, само за да заврши. Предпоставувам исто, но добро. Какви се во моментот односите во Европскиот фронт и во вашето криво на Алијанса? Прашувам бидејќи често од вреди и од пратениците и од владините министри слушаме дека можно зголемување на нивно конто на парламентарното мнозинство, дека можеби пратеници од Европскиот фронт би се приклучиле. Кој нив очекуваат да поразне, дали вие можеби лично разговарате за, не знам, за влегување во влада или има некои такви најави дека би ја напуштила вашето пратеничко биде или би преминале во мнозинство? За среќа, од таа изјава дека ќе има пратеници од Европскиот фронт кои ќе се припојуваат кон, не знам, вреди или мнозинството, веќе се поминати повеќе од една недела, така ли? И веќе тие пратеници кои поминале од страна на Европскиот фронт во вреди или владата, тие се пратеници кои припаѓаат на арбитна работа. Така ли? Значи, самиот тек на работите и тоа што се има случајно покажува дека тоа е голема лага. Тоа е, знаеш, да секогаш тврдам, бидејќи со вакви проблеми секогаш сме се соочиле ние како Алијанса за албанците. И минатиот мандат имаше тврдење дека ќе се замине овие пратеници, тие пратеници. Мислам дека тие се специјални начини на делување од страна на служби кои има за цел да градат недоверба помеѓу партнери и коалициони партнери и да тоа е најдобриот начин после за да се направи разделба во групата и да се постигне цел. Мислам дека таква ситуација во Европскиот фронт немаме. Јас барем зборувам за делот на пратениците на Алијансата за албанците во фронтот и јас лично средби во ова насока не сум имал. Мислам дека е ова голема лага и пропаганда која се развива во општеството, а јас сум повеќе за да почнеме да градиме стандарди. А стандард за граѓаните и за државата треба да биде вистината, а не лагата. Политичар кој треба да се подржи се политичарите кои се вистински и не кои се лажни. Политичарите кои се сериозни во искажаниот збор и ветување кои го кажуваат во јавноста и кои се држат до тој збор. Бидејќи знаете што? Не е кон што се обврзуваме ние. Не е само дадениот збор кој го дава политичар кон политичар, кога се прави коалиција. Кој е одговорот? Што ќе биде нашиот одговор на тие граѓани кои врз основа на овој даден збор дали глас? Дале, што за мене е свето? Дале, аманет за нивните деца и фамилии за 4 години за да изградат политики кои се безбедни за нив. Затоа ви велам, не знам колку бев јасен. Не е тоа само, не знам, глас со кој се овозможува јас да играм игри како политичар врз основа на тој глас, него давам одговор, затоа предпочитувам да гледам со тој што зборува. Него тоа е даден глас со кој се обврзуваш и кон граѓаните. Ова бани pyetjen lutem se s'mu vem tash për kthysi I pyetje se veç falë se për korrektesë. Таким резултатом
Jo, unë kam thënë edhe në deklaratat tjera. Jo, unë nuk kam pas takim me zotin Mickovski kur do kem të bëhem publik. Nuk them që s'ka pas tentative për të takuar. E kam transmetuar ato të cilën unë e kam si politikan. Në drejtim të kësaj mendoj që ne duhet të ndërtojmë standardin politik. Dhe standard në politik sipas meje, që realisht nuk është që kështu funksionon skena politike sot dhe sidomos në Maqedoninë e Veriut, por edhe në rajon, apo nuk është gënjeshtër, por është e vërtetë. Dhe unë du të jem i vërtetë edhe përpara njerëzve në të cilëve kam marrë obligim. Koalicionet nuk janë vetëm një dhënie dore ndërmjet dy politikanë. Koalicionet janë edhe obligime të cilët si pasojë e kësaj marrëveshje njerëzit të cilët lidhen pas të marrëveshje që janë popull dhe votë. Dhe ne të cilët jemi në politikë dhe që duhet marrim mendime të tilla duhet jemi shumë kujdesshëm. Ç'përgjigje do kemi ndaj atyre qytetarëve, nëse ne me lëvizjet tona prishim këto lloj marrëveshjesh, të cilët për 4 vite ta kanë dhënë fatin e familjes, të fëmijës, të shkollës dhe gjithçkaje që përfaqëson një zotim që bëhet për nevojat të politikës dhe për të ndërtuar ardhmëri. Prandaj nuk ka pas tentativa, s'ka pas interes, sepse Aleanca për Shqiptarët kur nuk e ka parë politik bërën, vetëm se si pjesëmarrje në qeveri. Ato të tjerët janë brenda aleancës që erdhën vonë në aleancë, të cilët e shohin Aleancën për Shqiptarët si një mjet për ta prish dhe për të mbush xhepat e tyre. Unë nuk kam këtë simbolik, e thash edhe pak më herët, unë kam simbolikën e njeriu që ka ndërtuar Aleancën për Shqiptarët, ndërsa të gjithë të tjerët tani po kacafyten me njëri tjetrin se kush më tepër do ta rrënojë Aleancën për Shqiptarët dhe të përbashkët të dy arbenet kanë shkatrimin e Aleancës për Shqiptarët. Ndërsa unë bashkë me aktivistët tjerë të Aleancës ne do e rindërtojmë dhe do e rikthejmë ashtu siç ishte. Faleminderit. Po tash si lamë edhe deputetë dhe seanca, po hajde më shpejt, pyetja e fundit. Ja, të një mos i nxjerrni nga konteksti. Jo, aty u tha që njëri dën 6, tjetri dën 7, u thërë nëse ka zotja Meti komuna për dën majtas e djatës, le t'jep se nuk mund t'i përzihem aty. Që mos i nxjerrni nga konteksti deklaratën, disa herë ka edhe përgjigje edhe me një dos humori, apo jemi në negociata e sipër në lidhje me këtë proces, në momentin që do të kemi një vendim, që vlerësojmë që duhet ta japim për opinionin, natyrisht që do i drejtohemi opinionit dhe do të jeni të informuar. Por natyrisht që nuk duhet lejojmë që ky të jetë shkak i përçarjes së frontit, dhe kuptohet që jo vetëm unë si kryetar partie që kam barrën që nëpërmjet nënçmimit që mund ndodhe mund bëhet nënçmohet çdo antar i Aleancës për Shqiptarët, por çdo qytetar, natyrisht që në marrëveshje duhet të trajtohet i barabartë dhe të trajtohet me dinjitet. Këtu e kam pas fjalën, një gjë tjetër. Faleminderit.